Mirë se u gjejmë të dashur mes të emisionit Familja Jonë, mirë se po takohemi bashkë. Jemi çdo të diel në Kanal 10 në orën 16. Kemi takimin tonë të përhershëm. Ju faleminderit që çdo herë jeni bashkë me neve. Do të jemi për 2 orë live dhe do të trajtojmë tema dhe informacione do të marrim nga profesionistët, shumë me interes për juve publik i dashur. Por mos të harrojmë, jemi live edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Familja Jonë, por edhe të gjitha pjesët e emisionit tonë mund t'i gjeni të shkëputura në copsa në kanalin tonë zyrtar, jo vetëm në YouTube, po Facebook, Instagram e TikTok. Po. Në pjesën e parë të emisionit e thashë ndrite që kemi temat të ndryshme, por gjithmonë jemi bazuar në ata çfarë ju na keni kërkuar. Në pjesën e parë do të flasim për sëmundjet e zorrës së trashë. Divertikuloza, kanceri, sëmundje inflamatore të ndryshme, simptomat të cilat shpesh na shqetësojnë për një kohë të gjatë, ndoshta i injorojmë që mund të jenë një sinjal shumë për ndonjë sëmundje më të rëndë, edhe të trajtueshme, por që mund të jemi edhe vonë nëse nuk konsultohemi dhe nëse nuk bëjmë hapat e duhur për diagnostikim të secilës sëmundje, konkretisht edhe të sëmundjeve të zorrës, të cilat do t'i flasim sot bashkë me doktorin Zaim Gashi, internist gastrohepatolog. Të gjitha pyetjet që na keni dërguar, përgjigje do t'i marrim në minutat e rezervuar për doktorin. Ndërkohë në pjesën e do të flasim pashtu për një temë shumë të rëndësishme. Sa herë që mjek të ndryshëm, specialistë të fushave të ndryshme na kërkojnë analiza për të punuar, gjithmonë kemi dilemat, a duhet ham, a duhet jemi ecëll, çfarë duhet konsumojnë, çfarë duhet pim, sa orë pas ushqimit, e pyetje të ndryshme të cilat gjithmonë kemi edhe faktin mos është analiza keq për shkak të mos kujdesit tonë. E këto përgjigje do t'i marrim nga doktoresha Lulieta Etemi, specialiste e biokimisë klinike. Dhe në pjesën e tretë do të flasim për diçka krejtësisht tjetër. Do të flasim për metodat minimale invazive në kardiokirurgji së bashku me kardiokirurgun doktor Kushtrim Shala. Ju duhet qëndroni deri në fund për të parë këto dhe shumë tema tjera që kemi përgatitur për juve sot. Po, para se të fillojmë, patjetër duhet t'i falenderojmë edhe mbështetësit e Familja Jonë, që është poliklinika dhe laboratori Pinea Medical Center, që ju pret me ekspert të ndryshëm të personelit shëndetësor dhe mund të bëni analiza nga më të ndryshmet. Gjithashtu është çaji Top Ceylon importuar nga QTA-ja, e të cilin mund ta gjeni në të gjitha rrjetet e marketeve në Kosovë. Tash është koha të ftojmë doktor Zaim Gashi në studio. Faleminderit shumë që jeni me neve. Po mund të vish doktor Zaim? Eja, doktor Zaim, dhe të presim në studion e Familja Jonë, që do të trajtojmë sëmundjet e zorrës. Shumë kënaqësi me ju pas në studio. Është shumë kënaqësi me ju pas, sidomos pas ngarkesës që keni, sepse doktor Zaimin, përveç që e gjejmë në institutin dhe klinikën e gastroenterologjisë në QKUK, po ashtu ka dhe ordinancën e tij private dhe me të vërtetë kërkesat e pacientëve dhe nevojat, sidomos bazuar në atë se çfarë konsumojmë çdo ditë ne si popull, gjithmonë janë të shumta, por do të mundohemi të prekim disa prej sëmundjeve më të shpeshta që i keni edhe me pacientët tuaj, sepse sëmundjet e zorrës janë të shumta. Apo? Po, janë të shumta, janë një grup i sëmundjeve në zorrën e trashë, ku më të shpeshtat, që i takon edhe moshës fëmijërore, është jashtë e quajtur megakoloni aganglionar, domethënë një kolon aganglionar për shkak të mungesës së ganglionëve, domethënë të inervimit, që pastaj përcillet edhe në moshën e rritur. Kemi sëmundje të ndryshme inflamatore, pra sëmundje inflamatore që na zakonisht i karakterizojmë që si i ndajmë në 2 grupe të mëdha, si kolit ulceroz dhe morbus Crohn. Normalisht se ka edhe sëmundje tjera, siç janë të tipit limfocitar, kolagenoz, mikroskopik e tjerë, por që janë shumë më të rralla në krahasim me këto. Pastaj kemi edhe divertikulozën e zorrëve, që është një fenomen i cili sidomos në moshën e shtyrë, domethënë në moshën e rritur, janë më prezente dhe bëjnë probleme bukur shumë, dhe natyrisht ajo më e rënda që është e zorrës së trashët, karcinoma kolorektale, e cila është e treta përkas së mundshmëria në botë, për arsye se te mashkujt prinë vetëm karcinoma prostatës dhe karcinoma bronhopulmonale, ndërkaq te femrat karcinoma gjiri dhe karcinoma bronhopulmonale, dhe në vendin e tretë pra kemi karcinomen kolorektale. Natyrisht edhe me vdekshmëri mjaft të lartë, ndoshta jo më të lartë dhe jo më të shpejtë se sa të disa karcinomat e tjera, por që është
po them edhe njëherë bukur e shpeshtë. Bukur e shpeshtë edhe në vendin tonë. Edhe në vendin tonë. Po të ndalemi kështu në mënyrë pak me kronologjike t'i prekim, që në mënyrë që t'ju japim përgjigje edhe shqetësimeve të pacientëve tuaj e shikuesve tanë këtë rast. A të ndalemi fillimisht te sëmundjet inflamatore, të cilat edhe janë të shpeshta, por edhe që nëse i trajtojmë me kohë mund të shërohen më shpejt. Po. Sëmundjet inflamatore janë bukur shpeshta në kohën e sotme. Mbaj mend para luftës së fundit nuk kanë qenë edhe aq të shpeshta si kur janë shtuar në kohën e pas luftës, ndoshta edhe mënyrat e ushqyerit, ndoshta edhe stresi, ndoshta edhe shumë gjanat e tjera të cilat mund të ndikojnë në këtë sëmundje. Por në përgjithësi sëmundjet inflamatore të zorrës janë sëmundje me natyrë imunologjike, domethënë me natyrë autoimune. Për auditoriumin që ta kuptojnë më lehtë se çka është kjo autoimune imunologjike është se për shkak të një infeksioni apo për shkak të një evenimenti që ka ndodhur në zorë para pak kohësh, ka ndryshu struktura e zorës dhe tash ajo strukturë ndryshume e zorës mirët nga aparati imunologjik si diçka e huaj. Prandaj edhe krijohen antitrupa të cilët janë të drejtuara kundër strukturave të zorës së vetë pacientit. Pra, kështu qëndron ai sqarimi më i thjeshtë se si vjen deri te sëmundja dhe natyrisht më i kuptueshëm edhe për auditoriumin. Zakonisht na i ndajmë në dy grupe, pra dy grupe të mëdha si kolit ulqeraz edhe si Crohn. Natyrisht se këto i kanë ngjeshmëritë e veta, por se i kanë edhe dallimet e veta. Edhe në aspektin e lokalizimit, edhe në aspektin e histopatologjisë, edhe në aspektin e komplikimeve, por edhe në aspektin e trajtimit, edhe domethënë të gjëra tjera që lidhen me këto dy sëmundje. Po prognoza të kjo sëmundje të këto dy grupe të sëmundjeve, a është po aq e lartë sa të sëmundje tjera? Kështu prognoza tash kur vjen fundi, domethënë i sëmundjes dhe është bë trajtimi kirurgjik me sëmundjen e kolitit ulqerës konsiderohet që është shëruar sëmundja. Domethënë me një trajtim kirurgjik që është i fundit normal, nuk është trajtimi kirurgjik në rend të parë. Mirë po te morbus Crohni kur nuk mund të themi se sëmundja është shëruar. Për arsye se lokalizimi i tij është më i shpeshtë në regionin ileocekal, por nuk përjashtohen edhe lokalizimet tjera. Kështu që pacienti mund të nënshtrohet një intervenimi kirurgjik sa për ta larguar atë pjesë të smurdhe, e cila është stenozogje, që është ngushtuar dhe ka bërë probleme për organizmin, por pas këtij intervenimi kirurgjik nuk do të thotë se mas disa viteve nuk do të ketë prap intervenim kirurgjik. Prandaj thuhet se pacient me sëmundjen e Crohnit mund të kenë 2, 3 apo më tepër intervenime kirurgjike gjatë jetës. Natyrisht i marr parasysh edhe komplikimet, është shumë rëndësi t'i dim edhe ato që për shembull i diferencojnë njëna me tjetrën. Me siguri kemi edhe slajde të cilat do t'i sqarojmë më vonë sa i përket dallimeve. Po para se dalim tek shpjegimi i vizual, po më intereson këto sëmundjet që cilat sapo i përmende, a kanë simptoma, a mund ta vrej dallimin pacienti kur ka një ndryshim? Po kanë simptoma, shiqoni kështu në një aspekt general. Çdo paraqitje deri në 2 deri në 3 javë duhet të trajtohet, të diagnostifikohet dhe të trajtohet nga ana e infektologut. Sa konsiderohet paraqitje brenda ditës, 2, 3? Paraqitjet mund të jenë të ndryshme. Prandaj edhe bëhet shkalla klinike, domethënë sëmundjes, kur kemi për shembull të koliti ulqeroz, me një shkallë e lehtë, do të thosha kolitit ulqeroz, e konsiderojmë deri në 3 barkëqitje. Prej 4 deri në 6 barkëqitje brenda 24 orëve është e mesme, edhe prej 7 mbi 7, e që pacientët nganjëherë mund të kenë edhe 10, 15, 20 barkëqitje, por që dallimi tash mes sëmundjes së Crohnit edhe kolitit ulqeroz është se te Crohni pothuajse gjithmonë kemi praninë e gjakut të freskët në jashtëqitje, ndërkaq te Crohni nuk e kemi jashtëzakonisht rrallë apo gati fare, nuk kemi prezencën e gjakut të freskët në jashtëqitje. Po doktor, se po ndërhyj kështu po, jo çdo herë mund të themi se kemi Crohn ose kolit ulqeroz kur kemi barkëqitje. Cila mund të jenë ndoshta simptomat që neve na bën diferencimin edhe me mendu që diçka nuk është në rregull. Spori e thash ato të parën që është shumë e rëndësi se është barkëqitja vetëm 4-5 ditë, një javë ditë që nuk do të thotë që është kolit ulqeroz. Ose morbus. Ose Crohn.
Po nëse zgjatë më tepër se 3 javë, ose sidomos se 1 muaj, zgjatë më tepër, atëherë gjithmonë shancat janë që t'jenë. Pacientët zakonisht duke u trajtu se kur kemi barkëqitje zakonisht fillojmë njëherë një trajtim të lehtë përmes me pas barkëqitje dhe pastaj ai trajtimi lehtë është një terapi jo adekuate për shembull për kolitin ulceroz, prandaj pacientët nuk do të kenë përmirësim. Edhe në kohën që për shembull te pacienti kemi 7, 8, 10 barkëqitje, 15 barkëqitje dhe pothuajse të gjitha me praninë e gjakut të freskët. Është relativisht një moshë e re, por mos të harrojmë se mund t'jetë edhe mosha e vjetër. Prandaj 15 deri në 30 dhe 50 deri në 65 janë fazat ku më tepër me atakohen personat nga sëmundjet inflamatore. Prandaj edhe këto e quajmë na modalitet bimodalitet. Domethënë është një distribuim bimodal i saj përket moshës në këto 2 grup mosha. Kjo nuk do të thotë që s'ka ndërmjet tyre. A ka ndërprerje, për shembull një ditë ka barkëqitje të nesërm nuk ka, pastaj mund të ketë apo është e vazhdueshme? Janë të vazhdueshme, pothuajse janë të vazhdueshme. Ajo që shtin pacientin numri i madh i barkëqitjeve, shumica prej tyre me gjak të freskët, të koliti ulceroz, ndërkaq te kroni thamë se nuk ndodh një dukuri e tillë se shumë rrallë se fare gati nuk ndodh. Pastaj në terren të kësaj na kemi edhe një lodhje, kemi një plagështi, kemi pastaj edhe fenomene të ndryshme, domethënë të fryrjes së barkut, të dhimbjeve në bark, pse jo edhe të një temperature subfebrile dhe të gjitha këtu e bën pacientin dhe sidomos kështu është mirë që të sqarohet edhe për auditoriumin që nëse për shembull paraqiten një humbje në peshë, e cila për momentin është e pasqarueshme. Pastaj nëse kemi gjakderdhje prej rektomit, domethënë prej zorrës trash, kemi ndryshimin her konstipacion, her barkëqitje, gjitha këto janë shenja, kemi humbjen e peshës, pastaj kemi një anemi ferrodeficitare, pastaj një vjellje e cila është për momentin me etiologi të pasqarume, ose edhe për kundërdhënies së terapisë për gazra, gjitha ato për qetësim të zorrës, nuk kemi ndonjë përmirësim, atëherë pacienti duhet paraqitet, duhet gjithsesi, ajo është momenti fundit, është në vija kuqe që i thojmë ne që pacienti gjithsesi duhet paraqitet te mjeku dhe duhet të merr domethënë atë diagnostifikimin dhe trajtimin e duhur dhe normalisht pastaj vazhdojnë procedurat. Te metoda diagnostikuese tek sëmundjet inflamatore, qofte morbus Crohn ose qofte edhe te ulqerat që i përmende, janë përmes ultrazanit, përmes gjakut, përmes kolonoskopisë ose gastroskopisë, apo si shkon? Po. Fillimisht nuk ka diagnostifikim të sëmundjes pa një anamnezë edhe pa një ekzaminim fizikal. Domethënë, ata që i ka përcejnë këto 2 kode të mjekësisë, domethënë nuk kanë bën diagnozë siç duhet. Për arsye se pacienti vjen me një background, vjen me një background simptome dhe të shenjave, prandaj ti nuk mundesh me injoru ato shenja, po ti duhesh më marr me ato shenja, edhe pastaj në bazë aty me formu një algoritëm se mund të jetë kjo. Sa më tepër që ngushtohet algoritmi, jemi më afër diagnozës. Po, ne zakonisht kemi bën një rutinë edhe në klinikë edhe në sektorin tjetër që nëse pacienti ka mrena disa muajve barkëqitje dhe ka përmasa të gjakut freskët, ka lodhje, ka zbehje, ka humbje peshe, gjitha ato, edhe është me moshën më të re, ajo para që na bjen ndërmend është sëmundja inflamatore, domethënë konkretisht koliti ulceroz. Prandaj në laborator do t'i kërkojmë të gjitha ato ekzaminimet laboratorike të një sindrome inflamatore, qoftë sedimentimit, leukocitëve, C proteinat reaktive dhe gjithë paletën tjetër, albumina, proteina totale, por nuk duhet të harrojmë kalprotektinën e feces. Kalprotektina sot është një tregues i aktivitetit të sëmundjes. Prandaj edhe në bazë saj na mund të orientojmë. Për shembull, një kalprotektin del 700-1000. Atë jemi me një siguri, mos them 100% për arsye se në mjekësi kështu janë gjanat,
jemi shumë sigurt se kemi të bëjmë me koletë ulqeraz. Edhe pacientat e tillë pastaj do t'i nënshtrohen fillimisht nëse kemi kontraindikime për kolonoskopi, për gastroskopi, për arsye se kur dyshohet për një koletë ulqeraz, gastroskopia jo që ka ndonjë relevancë është madhe, kolonoskopia është jashtëzakonisht relevante për arsye se edhe e shohim qëllimi tash në këtë aspekt është përcaktimi i diagnozës, por pse i kryjmë gjitha këto? Se dojmë me ditë një diagnozë, dojmë me ditë një aktivitet smundjes, dojmë me ditë ekstenzionin nëse shtrirjen e procesin edhe dojmë me ditë komplikimet eventuale. Këto e në qëllimet e egzaminimeve që na i bëjmë. Hymë me kolonoskop, edhe shohim mukozën, mukozën karakteristike që është për koletë ulqeraz, që unë nuk besoj që ka nevojë për auditorium gjanë se si karakterizohet ajo, mirën biopsit, të cilat janë meritore për diagnozën përfundimtare. Për arsye se është rregull që ne sado që mendojmë, ndoshta edhe 1000% që është koletë ulqeraz, histopatologjia duhet me vërtetu, me vërtetu dhe më thonë diagnozën. Pastaj në anën tjetër është jashtëzakonisht e rëndësishme për arsye se shohim se deri ku shtrihet koliti ulqeraz. Nuk është njëjtë koliti ulqeraz si mushtri vetëm në rektum, domethënë pjesën e fundit të zorrës së trash, sikur mushtri në krejt zorrën e trash. Për arsye se dhe prognoza e asaj që shtrihet në krejt zorrën e trash nuk është e mirë apo në zorë të trash. Urna? Koliti ulqeraz. Ajo vetëm në zorë të trash. Vetëm në zorë të trash. Ndërkaq për dallim prej kolitit ulqeraz, kroni ka një lokalizim më ndryshe. Te kroni thuhet të në librat mjekësor që lokalizohet të fillu prej gojës e deri tek anonsi. Pra mund të kemi mirë po. Lokalizimet më të shpeshta i hasim në regionin ku zorra e hollë përfundon në zorrën e trash. Edhe me njëherë në atë afërsi të zorrës e trash. Dhe më thonë që na i quajmë regioni ileocekal. Dhe më thonë aty. Është lokalizimi më i shpeshtë. Sa që në disa raste për shkak dhimbjeve të cilët ekzistojnë në nivel të anës së djathtë poshtë, e që shpeshherë mund ta sjellin pak në iluzione edhe vetë mjekun e kirurgun se mos bëhet fjalë për ndonjë apendicit, pacienti në disa raste hyn për apendicit. Po për zorçore për ndryshe, po. Kur hapet shihet se nuk pas ka qenë pyetje apendicit për shkak të simptomatologjisë dhe për shkak të edhe laboratorit. Në ato raste doktor ngjashme. Çka i bëhet pacientit? Pacienti në ato raste shihet, domethënë bëhet një eksplorim i atij regioni, hiqet ajo pjesa e cila ka shkaktuar ato probleme, atë ngushtim, atë substenozim, atë subiloz, hiqet ajo pjesë, po hiqet edhe apendiciti për arsye se është një procedurë e cila për shembull mas 6 muajve një viti mundet personi me fitu apendicit. Prandaj shumica kirurgëve preferojnë që me një rrugë si parandalim me një fjalë. Edhe një pyetje tek kjo pjesë dhe pastaj do të kalojmë tek fotografitë që do t'i shpjegojmë për shikuesit, edhe morbuskron edhe ulqerat të cilat i shpjeguam deri tash. A kanë shërim, a trajtohen gjatë? A janë smundjet pastaj shndrohen në kronike? Kanë shërim, me rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për këtë smundje, por edhe për shumë smundje tjera, është që pacientët mos të vonohen. Për arsye se kur smundja e merr atat hovin e vetë madh, edhe gjanat janë me vështirësi me ndalë, megjithëse ekzistojnë disa rendet e terapisë. Sa i përket trajtimit, trajtimi bëhet zakonisht sa i përket domethënë fillimit. Te koliti ulqeraz e kemi aminosalicilatet, të cilët mund të kombinohen me kortikosteroid, domethënë për qetësimin e inflamacionit, të cilët veprojnë si antiinflamator, antiflogjistik, antiedemataz edhe imunosupresiv. Domethënë edhe kjo është ai aspekti i kortikosteroidëve se pse përdoren, për arsye se neve na duhet edhe një imunosupresion më bë. Pse? E tham fillim se organizmi tash ka kriju antitrupa kundër mukozës vetë. Mukozës e cila fillimisht ka qenë e ndryshuar për shkak të një infeksioni paraprak që ka ekzistuar në zorë. Pas kësaj, rendi i dytë janë këto që i përmendëm së bashku me preparatet e azatioprinës,
që është imurani, që është një citostatik dhe është një imunosupresiv dhe i cili ka efektin mjaft mirë sidomos në fazën e fistullave, që janë si komplikime. Mirë po, nëse me këto nuk mbrihet, do më thonë, ose për shkaqet ndryshme, pacientin në disa raste nuk ka pas kompliancë si duhet, nuk ka bashkëpunu si duhet, atëherë edhe aktiviteti i smundjes nuk është qetësu, po përkundrazi është e gërsu edhe ma tepër, kalojmë në terapinë në rendin e tretë të terapisë, që është terapia biologjike. Infliximabi, adalimumab, e tjere, dhe më në ka gjeneratat e ndryshme të cilat janë. Do më thonë të praktikisht është fundi i terapisë me barna, do më thonë konservative, me barna, me infuzionet gjitha ato, dhe pas kësaj, nëse gjendja nuk është përmisu, pacienti do të kaloj në intervenim kirurgjik. Ndërka është të kroni, është pak sa një situatë pak më ndryshe. Te kroni thuhet se terapia me aminosalicilate nuk është terapia e rendit parë. Terapia e rendit parë janë imunosupresiv të tipit të azatioprinës imuranit dhe pastaj si shtesë e kemi, domethënë, aminosalicilatet, si që është salofalku dhe preparate tjera të ngjashme. Edhe normalisht kortikosteroidët. Nëse dhe këtu nuk kemi efekte me këtu, atër prapë edhe këtu mund të kalojmë në shkallën tjetër me terapi biologjike, me cilën shumica e persona mrin një remision të mirë. Mirë po, drejtëm ju thonë, janë smundje kronike, për atë edhe quhen smundje inflamatore kronike, por din mu shëru, por din edhe me recidivu. Din edhe me recidivu. Prandaj këtu është ajo problematika se sot kërkush në botë nuk mundet me të garantu si mjek me thonë që ti u shërove prej kolitit ulqeroz dhe s'ka më kolit ulqeroz të ti. Dhe më thonë ajo teori nuk ekziston për arsye se kur të plotësohen disa kushte, qoftë edhe aspekti stresit, të cilët përmendim gjithsesi, por edhe i mënyrës se të ushqyet edhe shumë gjëra, ndonjë infeksioni rekurrenzor mundet mu reaktivizu smundja. Do të shkonim te monitori, doktor Zaim, që të shpjegonim, të lutem. Faleminderit shumë. Lus Regjin, prej fotografisë së parë, ne kemi marrë disa materiale, kjo është e para, që folëm edhe pak më herët, morbus Crohni edhe ulqerat. Domethënë kjo është imazhi ndoshta më shumë profesional, por ajo çka po më intereson para se të fillosh ta shpjegosh edhe imazhin është një pacient me morbus Crohn ose me ulqera. Në cilën zonë të barkut e ka më së pari dhimbje? Ne thamë herët që është ona e djathtë? Po, ona e djathtë për Crohnin. Shiqë, varet prej lokalizimit, domethënë lokalizimi i Crohnit është mas tepër në regionin ku zorra e hollë, por kjo është zorra hollë që dikon është rreth 6 metra e gjatë, ndërka që kolonin e kemi deri 1.5 metra të gjatë. Domethënë vendin ku zorra e hollë kapet për zorrën e trash, ajo është lokalizimi më i shpesh. Prandaj edhe është krejt e logjikshme që në shumicën, nuk po them 100% raste, por në shumicën e rasteve lokalizimin e dhimbjeve kemi në nivelin e barkut poshtë. Që ne i thojmë fosa iliaka dextra në gjuhën latine. Na se kuptojmë atë gjuhë. Na i thojmë këtu poshtë në anën e djathtë. Këtu poshtë në anën e djathtë. Ndërkaq, mirë, po nuk përjashtohet që t'jetë dhimbja edhe në pjesë tjera. Për shihni se për shembull këtu në kolonin ascendent, që i thojmë në pjesën ngjitse të kolonit, pastaj në pjesën e kolonit transvers, pastaj mund të jetë edhe në pjesën e kolonit descendent, por mund të jetë edhe në rektum, prandaj edhe dhimbja mund të jetë e përhapur, domethënë e shpërndarë në tërë abdomenin. A është dhimbje e vazhdueshme apo kështu e... Dhimbje shkojnë në formë të gërgjeve, po mund të jetë edhe herë pas here, varësisht prej aktivitetit të smundjes. Dhe natyrisht e përcjellur me barksitje siç e thekëm më parë. Pa gjak në shumicën e rasteve këtu gati pothuajse gjithë me gjak në rastin e kolitit ulqeroz. Ndërkaq këtu te koliti ulqeroz a mund të afrohem? Po, patjetër. Këtu te koliti ulqeroz, domethënë, është si rregull. Gjithmonë koliti ulqeroz fillon prej pjesës së poshtme. Pra fillimisht nuk ka kolit ulqeroz i cili është i lokalizuar në këtë pjesën ku ishte i lokalizuar morbus Crohni. Pra kemi të lokalizuar gjithsesi në pjesën fillestare, domethënë, e pastaj a do të shkoj vetëm deri këtu
Edhe të dejte, do më thonë vetëm zora e trashe, ta quim vetëm si proktit, ulqeraz. A do të shkoj këtu edhe në sigmë, që do ta quim pastaj si proktosigmoidit, ulqeraz. A do të shkoj dirit në nivel të kthejses shprejt, kësë që thujmë në fleksura alienale, që pastaj do ta quim anamajt. Apo do të shkoj në krejt zorën, do të përfshi krejt zorën që quim pankolit ulqeraz, ajo është tjetër gjë. Në rastet e koliteve, çfarë nuk guxojnë të konsumojnë, ose çfarë ushqimi nuk guxojnë të hajnë pacientët? Po ushqimi është shumë e rëndësishme për arsye se nëse na bazojmë vetëm trajtim medikamentoz, ajo i bën që nuk e kemi dhënë atonën më të mirë, që pacienti realisht mundet edhe i zhdasht mi u përmbajt. Për arsye se pikërisht mos përmbajtja ndaj kësaj dietë, domethënë ushqimore në këtë raste mund të sjellë edhe dete përkeçime, dete rritja numrit të barkçitja, dete rritja edhe sasisë së gjakut që tash pacienti e humb. Prandaj duhet gjithsesi që të kufizojmë që mos jenë ushqimet, domethënë mos konsumojnë qumsht, mos konsumojnë ushqime të ndryshme, melmesa të ndryshme, sosna të ndryshme, ushqime të djegura, të skares dhe gjitha këto domethënë edhe shumë ushqime tjera, për arsye se këto mund të bashkëshoqërohen. Për shembull, nëse pacienti ka edhe një intolerancë për shembull laktozë, ose ka ndonjë intolerancë në gluten, atëherë gjanat lidhen edhe më tepër dhe vjen deri një përkeçim i situatës edhe më shumë. Por sidoqoftë ushqimi është numër 1 që duhet, stresit duhet të largohen, alkoholi, duhani, edhe shumë gjëra tjera. Pastaj një diçka që është më rëndësi, marrja e ushqimeve me shumë fibra, për shembull në raste kur pacientët për shembull të patologji tjera kanë edhe probleme tjera, siç është për shembull konstipacioni. Po këtu konkretisht, domethënë to që i përmenda, qumshti edhe këto produktet domethënë e ndryshme me melmesa, me sosna, ushqimet e djegura, gjitha këto yndyenat nuk janë të preferuar për arsye se ato interferojnë me çrregullim me barkçitje. E kemi një fotografi tjetër që lus regjin me ndru. Këtu kemi lokalizimin për ata dhe quhet kolorektal kancer, do më thonë për arsye se lokalizimi më i shpesht mund tjetë në vetë rektumin, por edhe në pjesën tjetër të kolonit. Prandaj e quajmë kolorektale, karcinom kolorektale. Nëse marrim kështu dikon në një përqindje bukur të madhe në krahasim me pjesën tjetër, lokalizimi më i madh është në këtë pjesën këtu. Edhe numrin më të madh pacientëve kemë që është i lokalizuar këtu, domethënë në anën e majt, ku do të kemi edhe çrregullim të tranzitit të jashtëqitjes, kur do të kemi raste me barkçitje, pra në sistemin e ventilit, kur do të shohet barkçitja, në disa raste dhe përzime me gjak, për arsye se e dini se tumori shkakton dëmtimin e enëve të gjakut, hapjen e enëve të gjakut, ato hapen, domethënë siç e quajmë na atë fenomenin gjakderdhja per diabrozin, pra me gërrymjen e enës e enëve të gjakut, prandaj edhe gjakderdhja ndodh, e kemi edhe barkçitje. Ndërkaq për dallim për shembull për anës së djathtë, ku tumori hetohet shumë vonë për shkak, siç e shihni, lumeni i zorrës së trashë në anën e djathtë është shumë më i madh se sa lumeni për shembull në këtë zonë këtu. Prandaj edhe karcinoma tumori duhet merr një masë bukur të madhe që t'jap probleme. Por ne kemi zakon në mjekësi, edhe kemi është një postulat mjekësi, se nëse pacienti është i moshës më të vjetër, nëse pacienti do më thonë është i moshës 60 e mbi, nëse pacienti është në anemi, edhe nëse pacienti ka konstipacion, do më thonë kapslek, gjasat janë shumë të mdhaja që të këtë karcinom kolorektal, po karcinom në anës së djathtë. Do më thonë ato kem instalu si postulat për arsye se në shumicën e raste pritshmëritë tona na kanë dalë me ato që e kemi gjetë në kolonoskopi. Po, me që ka shumë pacient që na ndjekin edhe e tha që diku në këtë pjesë të zorrës mund të shfaqet një tumor. Po ku është prognoza më e lehtë ose shërimi më i lehtë? E di që varet prej stadit, prej llojit, Shiqa, të gjitha karcinomat kudo që ndodhen në pjesën e zorrës, trajtimet në zorë, kudo që karcinoma është e shtrime, kudo që është në vërtet, po krejt më varet prej stadit. Për arsye se unë shpeshherë them që karcinoma kolorektale është prej karcinoma më preventabile. Për arsye se të këto karcinoma mjafton vetëm një hyrje me kolonoskop, ti e ki gjetë një polip, për shembull që tu që shohim një tumor, domethënë praktikisht këtu që e kemi pa një tumor, çka ka qenë ky më herët?
Ky ka qenë një polip. Ky ka qenë një polip. Edhe çka kemi bë? Është neglizhuar ai polip. Ka ardhur te shndrrimi i polipit në displazion të shkallës së lehtë, në displazion të shkallës së rëndë, edhe te displazioni i shkallës së rëndë atëherë veç kanë filluar. Prandaj çdo gjë varet prej natyrës histopatologjike të domethënë të tumorit. Po çka është më rëndësishme se sa më shumë që rritet tumori, mundësia për me kalu pastaj edhe në ileus, me pas edhe gjakdhe dhe me kalu në ileus është më e madhe. Prandaj këtu ekzistojnë dy mënyra të trajtimit kirurgjik që janë kryesore. A do të jenë plotësuar kushtet për një trajtim paliativ? Apo do të jenë plotësuar kushtet për një trajtim kurativ, domethënë me shëru, me kakrej smundjen e asaj. E kjo varet prej një gjendje paraprake që na do ta kryjmë ato, të bë diagnozën e smundjes, domethënë të diagnostifikuar siç thamë me kolonoskop kemi kemi marrë biopsi për histopatologji edhe u verifiku smundja. Domethënë u gjet që është karcinom kolorektale, e cila dikon 90% të rasteve është adenokarcinom, ndërkaq 10% mund të jenë lloje të tjera. Ajo është faza e parë. Faza e dytë, çka do të bëjmë tash mas kësaj? A do ta çojmë pacientin më një herë ashtu apo do të bëjmë diçka tjetër? Jo, normalisht do të bëjmë stagingun, domethënë graduimin e gjendjes se ai tumor a ka kalu krejt këtë murin edhe ka fillu me infiltru gjandrat limfatike për rreth që janë këtu, apo ka marrë drejtim ka hmelqia dhe ka organe tjera. Domethënë, kjo është ajo që na në mjekësi e quajmë klasifikimi TNM, ku e përcaktojmë shkallën e tumorit, se i ka përfshi të gjitha muret apo jo, nodet limfatika i ka përfshi një në san apo dy anëve apo nuk ka fare, edhe të metastazave ka, mëni nuk ka M0. Domethënë, a ka metastazave. Në pas kësaj, na tash e kemi bën planin e operabilitetit. A është operabil apo nuk është operabil? Nëse nuk është operabil, mund bëhet një intervenim që siç e quajmë paliativ për me, domethënë, një gjendje të një ileusit për me prevenu ose ka ndodhur ileusi tash duhet mu hek, jo që bëjmë të një shërim aq të madh, por ileusi duhet largohet, është një gjendje jashtëzakonisht e rëndë për pacientin. Më falë, doktor, çfarë simptoma na jep një gjendje e prezencës së tumorit në zorën e trash? Të parat shenja që një pacient ose ty kur vjen një pacient nga anamneza që të jep, cilat janë ato shenjat e para që dyshon që mund të ketë një... Edhe këtu më varet krejt, domethënë, prej rritjes mallësisë, domethënë, të tumorit. Zakonisht tumorit e cilët fillojnë me një mallësi të vogël nuk japin edhe nuk është rregull vetëm në zorën e trash, por është rregull edhe në lugë dhe në gjitha organet. Tek kur të fillon përparimin mallësi, atër fillon me dhënë këso shenje. Po për ata ekziston programi, domethënë shenjat besë i përmendëm më herët, të cilët janë çrregullimet e tranzitit të zorëve, për shkak gjakdhjes një anemi, humbja peshës, dhimbjen e bark, fryrje e barkut, të njëjtat ato që asë. Mirë po e cekëm këtu se tumori rritet bukur shumë, tek ma vonë fillon në anën e djathtë, për shkak të mallësisë lumenit që e ka më të madhe. Doktor, shpeshherë indikohet edhe heqja e një pjesës së zorrës së trash, nëse nuk gabohem. Në cilën pjesë është më sfiduese edhe për pacientin, po edhe për mjekët që të largohet zorra e trash me gjithë tumorin ndoshta? Po, shqeqa, heqja e një pjesë, bëhet domethënë ku ka tumor, margjinat e tumorit domethënë duhet të përcaktohen, po të shkohet edhe ma tepër, ma lart edhe ma poshtë. Mirë po këtë më varet ato në cilën do pjesë që është, për shembull të bëhet resekcion i rektumit, resekcion i sikmes, ndërkaq nëse është i vendosur në pjesën tu bëhet hemikolektomi që i thojmë na e majt. Por nëse tumori është i vendosur këtu, atëherë do të bëhet hemikolektomi e djathtë. Domethënë hiqet këtë kjo pjesë prej këtuhit deri këtu, edhe zorra holl pastaj bëhet anastomos. A jeton normal pacienti? Normal jeton. Normal jeton me kusht nëse ka qenë intervenim kurativ.
nëse janë është heq masa 100%, nëse janë heq gjandrat limfatike dhe gjitha kanë rezultu negativ për metastaza në to, atëherë normal që prognoza është jashtëzakonisht. Por në qënë së është në këtë pjesën e poshtme, se po du me lidhë me ato pjesë kur ka pacientë që kanë qesën. Kur ndodha jo? Qesja ndodhë për shumë zakonisht në këtë pjesën këtu, kur në bi 5 cm, ekziston mundësia me një aparat që quhet stapler, me kry punën pa pas nevojë për me nxjerr kolostom. Kolostoma për shkaqe kirurgjike dhe për vështirësi kirurgjike mund të nxjerrët edhe në pjesë tjera, po është kolostome përkohshme. Jo e keni pa që pacientat ftohen që pas një kohë të rikthehen intervenimit dhe për të rivendos zorën e kontinuitet. Po, kemi një fotografi tjetër, doktor, po, këtu është komplet zora. E pam edhe në fotografinë më herët, e tha që një polip mundet me u shëndru deri në një tumor. Po, që për shembull kemi rastin konkret. E kemi rastin konkret, kjo rritje këtu në lumenit, cilave shka fillu edhe me bë obstruksion, dhe me thonë me bë mbyllje të lumenit, kjo ka qenë polip. Kjo ka qenë polip dhe tash është shëndru në kancer, edhe që është po për mes kolonoskopis, për ndryshe mund të lokalizohet në secilin pjesë, por e thamë ma herët se lokalizimi në këtë pjesë është shumë më i shpesh se sa në pjesë tjera. Me që keni shumë vite që shërbeni dhe keni pacientë të moshave të ndryshme, e dini që një prej dilemave më të mëdha të pacientëve është mos pengucim që të polip e po na bëhet diçka tjetër, gjithmonë e kanë që dilemen a mja bëni biopsi, a me këqyra ju, ti përgjigjemi kretë se shpesht kanë frigën këtu me intervenu diçka. Mirë, tash une po ta kthejnë atë stilin si shmë pyjt edhe ti. Na mos pengucim se po na kthejnë diçka, po mos pelajmë, e ky njeve po na ngusë tani ky, po na kthejnë, dhe më thonë është edhe ajo una tjetër. Polipi, çdo polip që ekziston, sidomos i tipit adenomatoz, si adenom viloze, tubulare, tubuloviloze, ata duhet të hiqen për arsye se me përparimin e masi, fillojnë ato qeliza si që ceke ma heret mo shëndru dhe mo shëndru në qeliza malinje, prandaj javlen që çdo polip. Qak edhe polip tjerë që janë me natyrë beninje, për shumë polip hiperplastik dhe polip inflamator. Thuhet se ata nuk malinizojnë, mirë po, nëse një polip hiperplastik rritet me përmosat moja, ekziston mundësia që dhaj në fund ketë malinizim, do më thonë të shëndruat në karcinom. Mirë po, polip hiperplastik në krahasim me këta që janë, do më thonë, ky malinizon edhe pastaj na hekim si kancer, do më thonë si karcinom. Po nëse kemi tumor të për shembull ka raste kur ndodh në lukë, po ndodh pastaj edhe në zorë që kemi polip të tipit hiperplastik, të cilët shkaktojnë fenomenin e të ashtëquajturit kolon ball-valve, është një farë fenomeni që quhet që bën obstruksion, do më thonë bën mbylljen e lumenit kohë mas kohe. Dhe ajo mbyllje e lumenit shkakton bukur të lashet e pacienti, me dhimbje, me fryrje të barkut, me mormorima, duhet gjithsesi. Sa ja praktikisht veç ka fillu mi marrë karakteristikat e një tumori në klapa, do më thonë thojza malin. Prandaj duhet të hiqet për shkak të obstruksion. Na kemi pas rast edhe në lukt, kur kemi hek në qendrën klinike universitare, polip të cilët kanë qenë me masi 3.5-4 cm, do më thonë jashtëzakonisht të mëdha, të cilët kanë bën mbylljen e pjesës poshtme të lukthit në mënyrë intermitente dhe kanë shkaktuar vjellje dhe dehidrim të pacientit. Kështu që ta hekin atë marakën që mos pengucim. Gjithmonë është më mirë ta ndëgjojmë mjekun edhe të lëmë ashtu dyshimet se kjo ekziston. Na tash ngucim, po ai neve ma vonë dikur. Mirë, po është një vërtet se unë shoh për shembull intencën e njerëzve që jo mrena javës, mrena muaj doktorun në do me hek, nuk kanë arsye nëse është një polip 4-5 mm, 7 mm, nuk është që duhet mu hek mrena, do më thonë mrena një muaj ose 2 muajve. Polipi zakonisht do të me kalu 5 vite apo ma tepër. Për atë arsye e kemi edhe përcjelljen post-polipektomike, do më thonë mas heqjes e polipit, e kemi përcjelljen pas intervenimit kirurgjik për arsye se ose mund të paraqitet ndonjë polip tjetër, ndonjë kancer dikun, ose mund të ketë recidive lokale aty ku është hek kanceri. E kemi një fotografi tjetër, doktor Zem. Kjo është ajo dhimbta të cilën shpjegojmë, po kjo është pjesa e inflamuar? Po, kjo është pjesa e inflamuar edhe është pjesë e substenozuar.
është pjesë substenozume, dhe më thonë kjo pjesa këtu, se edhe koliti ulqeroz din me shku dhe me ngushtime të lumenit, e cilën ndodhë në llogaritë të edemës, dhe më thonë të ajtjes së murit të zorës, dhe të ndodhë ngushtimi, por nuk përjashtohet mundësia pas disa viteve, 7-8 viteve parafërsisht në një kolit ulqeroz i cili nuk është trajtuar si duhet, edhe malinizimi, dhe më thonë shëndërimi në kancer, që është komplikimi majrani kolitit ulqeroz, para se para ti do t'ishte thjesht një megakolon toksik, komplikim majrani kolitit ulqeroz dhe komplikimi shpejt, ndërka që komplikimi si karcinom të koliti ulqeroz nuk ka komplikimi cili shkaktohet mrena natës ose mrena javës, i duhet kohë. Nga të gjitha që na ke mësuar, deri më tani e mësuam që gjithmonë një diagnostikim i hershëm, edhe puna më e lehtë për mjekun, por edhe shërimi më i shpejt për pacientin, kështu që mos t'i ignorojmë simptomat edhe nëse nuk janë shumë ekstreme, një check-up, një kontroll. Screeningu, parandalimi ka një rëndësi jashtëzakonisht e madhe. Unë shpeshherë ju them edhe pacientëve, edhe ju them edhe kolegëve të mi se në atë aspektin u shpreh në gjuhë popullore, gjuna është që një polip i cili ka ekzistuar në zorë mos ta hekim me kohë. Për arsye se çaj polip nesër mas nesër për na i bën problemet, për na shkakton edhe inoperabilitet e këtij me metastaza këtij, tash në vend që u morr me hekjen e një polipi, tash po mirremi me gjithë ato, me intervenim kirurgjik, beso edhe me kimioterapie, beso edhe radioterapi për pjesë të caktuara, pjesës poshtme të zorës e tjera. Nuk e di nëse kemi edhe një fotografi. Po, kjo është, do më thonë, ajo që e cekem edhe në atë figurën e para, po dytën, që është lokalizimi kolitit ulqeroz, e po më kur është për shembull i lokalizum vetëm në rektum edhe në sigmë, pra si proktosigmoidit ulqeroz, kur është i lokalizum krejt, atëherë kemi si pankolit, ona majt, dhe më thonë kërë kemi të lokalizum vetëm dhe i të fleksura lienale, i thojmë në fleksura shpretkes, pra këtu shpretka, me njëherë afer, për atë arsye dhe është qujtë fleksura lienale. Ose e kemi edhe si pankolit, kur është e përfshime kajtë zora. Po, tëftojtë ulemi dhe do doja shumë të dinim edhe për divertikulozën, që është një tjetër smundje zorës së trashë, sepse po jafrohemi kështu edhe fundit të bisedës, jemi munduar ato më të shpeshta dhe më të rëndësishme të prekim. Divertikuloza është një smundje jo e rrallë, sidomos në moshën e shtyrë, që do të thotë se nuk ekziston një gjenetike posaçme, po ekziston një gjenetike posaçme në aspektin e shtresimit të murit, i cili vende pra mund të jetë më i dobësum, edhe për shkak të rritjes së presionit, për shkak të ndryshimit të motilitetit, domthonë të lëvishmërisë së zorrës, dhe i cili pastaj e shkakton atë që në zorë të krijohen disa xhepa, disa fryrje, të cilën shpeshherë i krahasoj me këto të topave, ato balonat e vogël në vetë topin që krijohen, se normalisht se aty muri për shembull është dobësu, shtresat janë dobësu, janë të hollu, presioni intrakolonik, dhe më thonë brenda në zorë është rrit, edhe ka arë deri te frymja. Divertikuit mund të ekzistojnë gjithandej zorës e trash, por mes jemi të folë për divertikulozë të zorës e trash, zakonisht janë të përfaqësuar në anën e majtë. Kjo nuk do të thotë që s'ka dhe në anën e djathtë, janë më të rrallë, po më të shpesht janë në anën e majtë, sigurisht pra për shkak edhe të atyre turbulenca më të mëdha që janë në këtë zonë, domethënë edhe çrregullimet më të mëdha të tranzitit që mund të edhe presionin ndoshta më të madh për shkak të një fundi të zbrazjes së zorrës, domethënë edhe rritjes së presionit. Divertikuit japin edhe një fenomen tjetër, bashkëqërohen shumë shpesh me një dukuri që na quajmë sindroma e zorrës së iritume. Sindroma e zorrës së iritume. Ajo mund të ekzistojë edhe pa divertikuj, por kur personi ka divertikuj, atëherë do më thonë e ka, si themi kështu, në 4 orë, e ka problemin më të madh, pra me ato dhimbjet, me ato gërqet. Paramendoni për shembull tërë zorra e majt mund të jetë aq e shtrydhur dhe në fazën e spazmit sa këtë zorra majt të duket sikur një gëp i hollë për shkak të spazmit që ekziston prej nivelit fleksurës lienale e deri te
deri te rektumi. Prandaj në të raste, edhe flatulenca, edhe borborikmat, murmurimat, kërcitjet që thojnë në popullin shumë të pranishme, por që edhe ushqimi, edhe stresi ka një rëndësi jashtëzakonisht madhe. Kam edhe një pyetje të fundit, sepse ma bën me dije që kemi arritur kohën planifikuar. Një prej pyetjeve më të shpeshta të shikuesve tanë ka ardhur që a mund të konsiderohet shqetësuese ose simptome njënës prej sëmundjeve të zorës, problemet me gazna të shumta, qoftë edhe refluksit të shpeshta që ju ndodhin nga çdo ushqim ose shujt që mund të konsumojnë. Po tash refluksi ka të bëjë me pjesën e sipërme të traktit digestiv. Ndërsa gazna. Shiqani, këtu janë prej problemeve që janë jo shqetësuese, deri te problemet që janë jashtëzakonisht serioze. Për arsye se thashë nëse masa tumorozeve që është e mbyll domenin, atëherë ka më shkaktu një frymjen e krejt, është për fat keq aty baza tash është mekanike, pra është tumorale dhe normalisht se duhet të jetë shqetësuese. Ndërka në anën tjetër, gjitha edhe në pjesën e sipërme të traktit digestiv, posa që është refluksi, kur e bisedojmë për këto, duhet kemi kujdes edhe në ushqim, dhe gjitha mund të jetë shqetësuese për arsye se refluksi për një kohë të gjatë mund shkaktoj shkallë të ndryshme të refluksi ezofagitit, domethënë të inflamacionit, të pezmetimit që na e quajmë kimik. Nuk është inflamacion bakterial as viral, por është inflamacion kimik për shkak të përmbajtjes së lukthit, qoftë të aciditetit, të bilës, të pepsinës dhe të enzimeve tjera të cilët shkaktojnë një djegje. Dhe që fillimisht aty tash kemi një fenomen, kemi një fenomen kompenzator se organizmi, pasi që kjo pjesa ku kapet ezofagu me lukthin i nënshtrohen mas shumë të fenomeneve të refluksit, organizmi fillon mas një kohë, përveç aty në që i përmend erozion e ulceracion, me kriju një të ashtë të quajturin baret ezofag, e cila në fazën fillestare është mekanizëm mbrojtësi i organizmit, për arsye se organizmi tash ka përzgjedhur një metodë normalisht jo fitimprurse për personin, por që me kompenzu, dhe më thonë, qatë dëmë që po në bëhet aty. Mirë po, nësa ja vazhdën edhe për një kohë gjatë, dëmtimet janë të matmaj, vjen dhe i të një baret, që na quajmë baret i shkallës e lartë, dhe më thonë me një HGD, dhe më thonë me një displazian të shkallës e lartë, i cili për fatkesh mund të shëndrot. Por që fryrjet në instancën e fundit mund t'jenë edhe si pasojë shregullimeve të aciditet, edhe si pasojë e infekcionit me Helicobacter pylori, por mos të harrojmë edhe si pasojë e marrjes së ushqimeve të lloj-llojshme, që ndoshta në jetën e përditshme shohin e vet, duke shkuar edhe deri te intoleranca smundjet organike, po se po dhe deri te intoleranca në laktozë edhe në ushqime të shumta, të cilët japin fryrje të mëdha. Po, e fundit, smundjet e zorrëve trashëgohen a shkaktohen? Smundjet e zorrëve, shiqani, gjithmonë ekziston një predisponim gjenetik. Ekziston një predisponim gjenetik. Nëse për shembull në familje dikush ka karcinom kolorektale, domethënë tumor të zorrës së trash, dikush prej pasardhësve do të jetë një predisponum që edhe ai të shkojë. Prandaj në këtë aspekt ekziston edhe plani, i përcjelljes dhe i screeningut, normal të fillu prej moshës 40 ose 45 vjeçare. Te ata që nuk kanë anamnezë familjare pozitive, thuhet edhe 50 vjeçare për mi, çdo 5 vite ka një kolonoskopi, por që screeningu mund të bëhet me teste FOBT, që është gjaku i mshet feces, përmes testit FIT, fluora imunescent, domethënë test, por botën e zhvilluar edhe përmes ADN-s, përcaktimit të ADN-s në FNS, në FCS mund të përcaktohet që është, si është me tha, kulmi këtë në screeningeve, që është ma mirë arritja me madhe shëndetësore. Se tash për shembull përmes testit FOBT, na do të izolojmë për shembull dikun prej 100 vete, ta zonë 10 vete kanë pozitiv. Për që aty në 10 vete, 5-6 do të kenë polip, ndërka që për aty në 10 vete, 2 ose 3 do të jenë ndoshta me karcinom. Prandaj që rëndësia, na së fundit kemi inicu një strategji në klinikën tonë që të bëjmë një plan, një strategji për parandalimin gjithsesi screeningun e karcinomës kolorektale dhe atë pikërisht të po se karcinoma kolorektale është mjaft të shpesht
tek njerëz tanë, tek pacientët tanë që çdo ditë pothuajse zbulojmë në kabinetin endoskopik. Doktor Zaim, unë shpresoj shumë që t'ju kemi prapë studio dhe të flasim, ka ende shumë çka mund të flasim përgjithësi për gastron, kështu që shikuesit respektojnë shumë kur një doktor është kaq i qasshëm dhe jep informacione shumë të sakta dhe të kuptueshme. Kështu që faleminderit që ishe. Faleminderit, me kënaqësi e pranoj ftesën që të vi prapë në emisionet e juaja. Kënaqësi e jona. Ndërkohë, Shëndrit, po vazhdojmë një tjetër temë shumë të rëndësishme. Po, do ta kemi të ftuar kardiokirurgun doktor Kushtrim Shala, me cilën do të flasim për trajtimet apo metodat minimale invazive në kardiokirurgji.